إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ملينا ذندي من الله سبحانه وتعالى بريسونتا في ضيم ما نستريت ديرسبا komentimi e mburojës, pra e dim se mburoja e ka bu përmbledhjen Sheikh Kahtani, Allah e mëshiroft, për dhikret të cilat i ka bu Muhamedi a.s. në çdo rrethon, në çdo gjendje, në çdo moment. S'ka na bon me dije se besimtarët duhet me qenë gjithmonë i lidhur me Allahun përmes dhikrit. Si të fillosh, kur qot njeriu prej gjumit, ai dhikri i parë, Elhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Deri te ai dhikri i fundit, para se me flet që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, El-Bara ibn Azib do të vjen. Ky dhikr do të vjen inshallah. Edhe pas këtij dhikri mua mos fal para kësaj duaje. Kjo është i fundit. Pra prej zgjimit deri te i fundit, në çdo rrethon, në çdo gjendje, çdo situatë ka dhikr. Pra qosh prej gjumit dhikr. Para abdesit dhikr, pas abdesit dhikr. Hin në ujtore dhikr, del për në ujtores dhikr. Del për shtëpis dhikr, hin në shtëpi dhikr. Hin në treg dhikr. Del për shtëpis për me shku në xhami, tash tjetër dhikr është. Kur del për shtëpis tjetër, e thu edhe ato, po edhe për xhami. Hin xhami dhikr, del për xhamis dhikr. Fryn era dhikr, bjen shi dhikr. Hana re dhikr. I vesh teshat dhikr. Nuk ka moment kur nuk thu dhikr. Nuk ka moment. Çdo moment është dhikri i caktuar. Dhe këto dhikre, nëse i shiqojmë analizojmë, janë tauhid i pastër, njohuri Allahut. Dhe kjo ta bën atë lidhjen e fortë me Allahun subhanahu wa taala. Këto komente tash shumë na ndihmojnë për me ditë kuptimin për afërsisht. Pra, me të kaplu ndjenja se shumica e këtyre dhikrave Allah subhanahu wa taala i drejtosh në veten e dytë. O Allah, ty po të lut, o Allah ti mbrojmë, o Allah, veta e dytë, jo veta e tretë. Por veta e tretë, sikur njeriu me njeriun kur flet, nuk është edukat edhe shumë i hatri, ti flet me ato, atina po i drejtosh me fjalë, a ky tek e kthy tjetër kon. Nuk është edukat kjo. Njeriu me njeriun, e po me Allahun subhanahu wa taala. E për këto me pas koncentrimin, për afërsisht dush me ditë se çka po thu, dhe me ditë komentin, për mbajtjen. Kjo të ashton koncentrimin edhe të jep bereqetin e atina edhe shpërblimin. Edhe në këtë dynja. Se vetëm e thonë, bi idhnillah ki shpërblim në ahiret. Më edhe për këtë dynja, se është me sebeb, krejtë dhikr me sebeb. Bjen shi frynera sebeb tash, për me të mbrojt Allahu. E thu duan. Hinë ujtore, dush më mbrojt prej shejtanëve. E thu duan, pra me sebepe. E dush me ditë për çka po e thu, pse po e thu, dhe për afërsisht kuptimin. Pra, hudur kalb arabisht, prezenca e zemrës. Me atë qëllim që me ditë çka po thu, edhe ma me rëndësi se kjo, me ditë se po i drejtosh Allahut. Si me pasi përpara para vetës Allahun, kur flet. Ahbini anil ihsan. El ihsan en ta'budu Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara innahu yarak.
Ka zonë për ihsanin, për edhe në hadithin e Gjibrilit, ihsan për shoshmëria, kulminacioni i ibadetit. Me i bo ibadet Allahut sikur se me e pa. Kjo është më e lartë. Një shkallë më poshtë, edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh, kjo pak më poshtë. Sikur në tash shpesh e përmendi, ma le të kem këto me kuptu, kur ti në hapësirë, qoftë market, kudo që të jetë. Si të sheh kamerën, me në ty të kaplon ndjenja, se dikush po të përcjell. Nuk e din kush, nuk e din ku është ai, por i sigurt je se dikush po të përcjell, po të këshyr. Dallimi çka është? Dallimi shumë i madh. Munësh me marr këndin e vdekur, nuk të kap kamera. Tek e funde e merr një gure edhe e thën. Hajde këshyrëm, s'munët. A prej Allah s'ki ku më shefësh. Gjithmonë Allah ty të shef. Po tash, ti me thonë këtë dhikër, me ndjenë Allah ty po drejton, prej te po lypi ndihmë. Te ti po kërkoj strehim, mbrojtje. Pra, Allah e din gjithçka, mirë po, me di Allah din gjithçka. Po, unë jam i vetëdijshëm se çfarë fjalësh po i thua Allah, po i thon. Kom nevojën e për ty, ti s'ki nevojë për mua. Për shkak po thon këtë dhikër, që me mbrojti mua. Por i për strehim të ti. Për i kësjeve shereve, shejtanëve, gjin edhe njerëz. Nëse shiqojmë na vetë mas parë, fillimisht për fat keq, shumicën e rasteve vetëm mekanikisht i themi këtu. Një prej sebepeve pse është se nuk e dim komit, nuk e dim kuptimin. Është mas e domosdoshme me ditë kuptimin edhe komitin e këtyne dhikrave. Përmbajtje se kur pëthu atë fjalë, çka përmban vetë ajo fjalë. Se krejt këto dhikre janë, ose fjalë Allahut, Kur'anit, ose hadithet, fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po edhe hadithet janë kuptim për Allahut. Dallimi mes ajetet dhe hadithit është se ajetet edhe fjala, edhe kuptimi është për Allahut, ndërsa hadithet kuptimi për Allahut, fjalët janë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në kuptimi është për Allahut. E pra, këtu pa kur farë dyshimi se janë të sakta, janë të vërteta, edhe janë e ka mu atë çka e thu. Ato të jep, që ato çka po e thu, pa kur farë dyshimi. Do të vjen edhe kjo shembull. E transmeton, kom haru prej cilit sahabëve, se kur të vjen me radhë dhe këshyri ma detajisht dhikrin, to çka themi më nxesë mbrëmje 3 herë. Bismillahilladhi la yadur ma asmi shay'un fil ardi wala fis sama. Huwa as-sami'ul alim. Namën të Allahut që namën të tij nuk nxjen asnjë dur, zarar, zarar. Kam bo z e kam bo. Pra fjala zarar është arabisht. Asnjë zarar, asnjë dëm nuk më ngjon as tokë as qiell. E djali Uthmanit është tabini i cili transmeton këtë. Uthman radhiyallahu anhu. E ai u kon pa kun. Ka thonë e qysh, do të pashallon që atë ditë, kur e kom hub komën, kom haru me thonë. Pro kur kom me ndo, caktim Allahot, qësin Allah me haru, se bone e thu, murë fond, aty ka atë që Allah po premton, kur që e thot këto 3 herë, mëngjes dhe i mbrame është i mbrojtun, e thu mbrame dhe mëngjes i mbrojtun. Allah garanton, nuk është kjo loj, a veç fjallë goje, veç ashtu hajtë. Për në me është e vërtet, pra, pse, s'ka thëmë, ose janë të Allah, fjallë të Allah, ose janë fjallë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush flet më të vërtetën se Allahu? Askush. E pra, për këto kemi nevojë për me ditë edhe kuptimin që me pas atë qëllim, atë mbrojtje, atë ndihmë prej Allah subhanahu wa taala. Se për ndryshe kur është njeriu sa herë thot la ilaha illallah, sa herë thot astaghfirullah mrana ditës, sa herë thot la hawla la quwata illa billah, po e themi pa vetëm një fjalë goje, nuk buron prej zemrës, po del prej fytit, prej gojës e shqiptojmë. Për shkak nuk e ka atë efektin. Nuk është krejt pa shpërblim, pa kur dyshim, pa efektin kryesor më të madh e ka kur edhe je
të kaplon ndjenja edhe jetu e dit, je prezent me krejt trupin, kur e thu atë fjallë, kur e thu atë dhikër, edhe çka do që tjetë, ajo çka lyp prej Allahut subhanahu wa taala. Tham kjo është ajo lidhja dhikri, është lidhja kryesore me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Mos u bëni sikur ata të cilët e harrojnë Allahun pastaj si sebeb bot e harrojnë veten e tyre. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم. Allah shtel me harru veten tone. Sepse qysh harron njerë, nuk harron veten e vet. Mirë po, krejt atë kohë, atë jetë të cilën e kalon me hares Allahun, ajo është jo e çpras boshe, po jenë humbje. Nuk ka kuptim jeta pa e pas ndjenën për Allahun subhanahu wa taala, pa kon i lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Ka shumë ajete edhe ka shumë hadithe të cilat këto na bojnë me dije, pa kur fal dyshime. Shembull, Allah thot وقد خاب من دساها, është edhe para këtina është ajeti قد أفلح من زكاها, është i shpëtum ai i cili e pastron shpirtin e vet, qysh me dhikr, me ibadet. وقد خاب من دساها, është i shkatrum, është i poshtrum, është i nënçmum ai i cili e përshëtson shpirtin me të veten e tij. Me çka? Me mëkate. Sepse njeriu gjithmonë është në luftë me shejtanin. Gjithmonë, vazhdimisht. 7/24. Kuptohet vetëm kur je në gjumë. Po për këtë shkak atë dhikrin e fundit çka tham e ceka Elbera ibn Azib. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk. Do të thënë ky të dhikret e gjumit, vetëm këtu tash kjo e dyta. E para, Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Wallah, veten time ty ta dorëzova, teslim. Wa fawwadtu amri ilayk. Çështën time ty ta lash. Wajjahtu wajhi ilayk, e ktheva fytyrën ka ti. Waljahtu dhahri ilayk, shpinën ty ta mbështeta. Më kanë thonë disa vete edhe përpara dhe mbrapa. Ti vetë shpinën rruma, se këta unë e ha këta përpara, vetë shpinën rruma. Wallah, gjatë ditës tim ke mësu me umbrojt me dhikër. Ta shumë në gjumë, ty po ta mbështeti shpinën. Se në gjumë s'muna me bo dhikër, qysh më mbrojt. Lloj-lloj anë këthi, andrat këshia, ka ndodhen po na ka tregu ilaçin, krejt do të vinë me radhë. Dhe që po përmendi si shembull me cek që gjithmonë kemi nevojë për dhikër, sepse çka tham, kush lidhet me Allahun me dhikër, e forcon shpirtin, kush bën mëkate e dobëson shpirtin. Bëhet shpirti keq, Allah na rujt. Sepse tham ki punë vazhdimisht me shejtan. Allah po thot: "Ula tattabi'u khutuwati shaytan, innahu lakum aduwwun mubin." Mos esni pas hapës shejtanit, sepse ajo është armik i hapur juve. Këtë qëllim e ka, ty me të dobësu. Tash ti, me u këndërvy shejtanit. Duhet, kushtimisht po thom tash fjalën kondicion, nuk ka shpirti kondicion, po në atë mënyrë. Nëse don me lojtari me vrapu 90 minuta, pa unal, duhet me pas kondicion. Sa shpirti me luftu shejtan duhet me pas kondicion. Kushtimisht kondicion po thom. Çka është ky? Qysh e forcon? Shep kondicion me ibadete shtesë, ibadete vullnetare. Namaz vullnetar, agjerim vullnetar, jashta 5 vakteve, jashta Ramazanit, lexim të Kur'anit dhe sa ma shumë dhikër. Këto janë prej veprave ma dobishme, ma të mira. Kjo është problemi që njerëzit sot e konfionin ajo ata të cilët nuk bojnë një dhikër, se ata kështu ashtu janë humbur, thot Allah në Kur'an: "Umen a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kush nuk më përmend mu, men a'rada, kthehet prej përmendjes,
Men arada an dhikri, me a këthy shpinën, me u këthy, mu lau për nuk bën dhikër. Fa inna lu me ishet e ndanka, a i ko me pas jetë vështirë. Atë Koranor, sure Taha. Po është fjole edhe këta që cilë të bojnë dhikër, nuk e bojnë me vëmendje. Nuk e bojnë të edit edhe kuptimin atyre fjallëve, s'po thonë fjallë për fjallë. Po bile kuptimin me ditë për afërsisht për çka po flitë, për çka po bëhet fjala. Qëre subhanallah, po thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkuru Allah fihi illa ka'annama tafarraqu an jifati himar wa kana alayhim hasratan yawm al-qiyamah. Më vëmendje. Ma min qaumin jalasu majlisan. Nuk ka asni grup kur që kur të natash, që të rinë, të bohën, rinë bashkë, kalojnë një kohë të saktum bashkë. Lem yadhkurullaha, nuk e përmendin Allahun. Illa vetëm se ke ennema të ferraku an gjifet e himar. Vetëm se janë darë edhe po shkojnë të gjifet e himar, të gomari i ngordhur i coft. Ato pëhojnë. Tash, coftin e një e para, e dyta, aty që ka me dytësira, me kelbe, me ato kryma, krejt ato pëhan. Edhe, kiamet, wa kana alehim hasratan yawm al-qiyamah. Shumë kanë me u pendu ku çka kena bo, kena nejt filon najen, edhe se kena përmend hiç Allah. Asni ajet, asni hadith. Grup njerëzve. Qyre, nuk po thot se kanë bo gibet. Nuk po thot se kanë bo mëkat. I s'kanë bo mëkat. Fjallë të mira, por nuk e kanë përmend Allahun. Po paramendo kur të bot edhe mëkatin atë nej. I s'pa bo mëkat. Sikur se paramendo tash me hongër, me marë coftin, mishin e coft, gomarit coft. Paramendo. Pa bo mëkat, hiç pa bo mëkat. Pse se ki përmend Allahun? Plus çka fiton me përmendet Allah? Allahu Ekber. Ene me abdi ila dhekereni. Idha dhekereni. A kem nevoj me konë Allah me neve? Pa kur fardyshimi, pa kur fardyshimi. A pëdon me konë Allah me ty? Përmend Allahun. In ene me abdi idha dhekereni. Unë jo me robën tem nëse më përmend mu. Idha dhekereni fi nefsi, dhekertu fi nefsi. Nëse përmendëm vetën e ti, unë e përmendëm vetën time. Hadith kutsi. Idha dhekereni fi melein, dhekertu fi melein khajru minhu. Allahu Ekber. Nëse përmendë në një grup të njerëzve, unë e përmendë në një grup halo ma të mirë, saj grup. Kush janë ata? Meleul a'la. Melaqet e cilat e bajnë arshin Allahut, ma madhështore. Të cilat vetëm, sot pejgamberi sallallahu, prej tulit veshit deri te supa, so 700 vjet me ecë. Tu melaqe madhështore, cilat e mbajnë arshin Allahut. Para mendotash 700, herë 24, herë me marrë mesatarën 6 kilometra, norë çka ecë njeriu, dikush prej alime ka thonë për kali, kali shkon 60 mesatarje, që çfarë? Mere gjarë që po harojnë nervet llogarit. 700 herë 24, herë 365, herë 6. So po del. Jo se e kanë këtë formë të trupit me lacet. Por, kjo pjesë e jone, a njeriut, prej veshit, deri te supja, është një pjesë e vogël, krahasim me krejt trupin. Pra një pjesë e trupit të tyre, është aq, so 700. E te këto ojë me lacë që robi, kom une, ajmë po më përmendë mu, edhe une po e përmendë ato tash të jo. E nëse hiç nuk e përmend, po e përsëris se shumë e rëndësishme me ditë, hiç pa bu mëkat, është sikur se paramendo, po e han mishin me gjithë atë ndyrësirë çka ka në vete, jo vetëm tash gomorit soft,
Mi po krejt çka ka, softin, ka me softin tash. Kundërmon, ere keqe, krymat, çka nuk ka prej ndytësirave aty. E krejt qashtu me hongër, është sikur me najt një vend, me një grup të njerëzve, me disa njerëz, pa marrë parasysh çfarë numri është, edhe mos me përmend Allahun subhanahu wa taala. Muadhi thot, e kena pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, eju al-a'mali ahabbu ila Allah, ahabbu, cilat veprën më dashura tek Allahu. Eju al-a'mali ahabbu ila Allah, cilat veprën më dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë, en temute u lisanuke radbun min dhikrillah. Deri në vdekje, gjun të lagur me dhikër me pas. Pra vazhdimisht bën dhikër. Qysh bot, qysh lagët gjuha me dhikër? Gjuha me dhikër lagët kur vazhdimisht pa ndërprer bën dhikër edhe përmend Allahun subhanahu wa taala. Kjo vepër pa sa për dhikër të saktum, shpërblimet ajo tjetër mesele. Po kupton? Edhe nëse jekum për dhikër të saktum, çka ki shpërblim? Veç dhikri, si dhikër, pa ju tash në detaje, çka shpërblen Allah pa dhikër të saktum. Vetëm si dhikër, është vepra më e dashur tek Allah subhanahu wa taala. Thot pastaj, krejt këto arrihen nëse e bojmë me vëmendje edhe tu e ditë se jem tu e bo dhikrin. Sepse mundet njeriu shumë let çdo ditë edhe në çdo rrethon tham dhikër edhe i bo si rutinë edhe pastaj i kalon e bën në mënyrë mekanike. Se gjithkund tham ki dhikër. Se përmenda në fillim. Pra, del prej shtëpis me shku në xhami dhikër, hin në xhami dhikër, para namazit dhikër, mrana në namaz dhikër, pas namazit dhikër, në ruku dhikër, në sejdë dhikër, në qiyam dhikër, të shahud dhikër. Vazhdimisht ki dhikër. Edhe, këtu çka shihet, çka kuptohet. Shembull Allah thot, "Waqimu salah", falni namazin, "Utu zaka", jepni zakatin. Kutiba alaykumus siyam, ju është bo obligim Ramazani, ma xhiru. Nis përmendet. Ndërsa për dhikrën, ja ulidhina aminu dhkurullaha dhikran kathira. O ju besimtar, përmend Allahun shumë përmendni, shumë bëni dhikr. Fale namazin, jep zakatin, agjëroje Ramazanin, bëni haxhin, ma dhikran kathira. Pra shumë vetëm për këtë ibadet e ka dalu Allah që lyp vazhdimisht edhe shumë me thonë. Udhkurullah dhikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila. Përmendin shumë Allahun wa sabbihu. Thuni subhanallah mëngjes e mbrëmje. Në haxh po shkon. Krejt haxhi është i lidhur me dhikr. Idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrum aba'akum aw ashadda dhikra. Kur i kryni, pra po shkon tash mas Muzdalifes, shkon Mina. Përmendni Allahun sikur s'ka e përmendni baballar, prind juaj. Aw ashadda dhikra, hala ma shumë. Në tavaf dhikër, gjun guri dhikër, në saj dhikër. Vazhdimisht dhikër. Nisësh e vesh e romat, nisësh për me shku në qabe dhikër. Lebek, Allahumma lebek. Dhe këtu në dhikre. Pra vazhdimisht je i lidhur me dhikre. Edhe tash, njeriu, ky ajet tash ka po du me lexu është ajet i rrezikshëm me thonë, po edhe i cili duhet me na boprat atyre që të kujtojmë a thua ku gjindem une, ku jam une prej këtyne. Ata cilë po i lavdron Allah, po i ngrit shkallët nalt. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman qu'udan ala junubihim.
ata të mirë, të cilët e përmendin Allahun në kom, ulun shtrit. Sa shkruaj ajet çka po na kallzon. Nuk është se ibadete e tjera, duhesh me marr abdes, duhesh me u kthy ka kibla, duhesh me kon kom. Në çdo pozitë, çka them, çdo rrethon, me abdes pa abdes, ka kibla tjetër ka. Në kom, ulun rat. Edhe po i përmend atë, po i lavdron atë Allahu, të cilët e përmendin Allahun, kom, ulun edhe shtrit. Wa dhakin Allah kathira wa dhakirat. Adda Allah lahum maghfiratun wa ajran azima. Ata të cilët e përmendin shumë Allahun dhe ato të cilat shumë wa dhakirat. S'kin dur çuçi për kthen. Duhet arabisht wa dhakirin Allah kathira. Ata të cilët e përmendin shumë Allahun wa dhakirat. Femrore. Edhe ato të cilat shumë e përmendin Allahun. Adda Allah ka përgatit për ata maghfiratun wa ajran azima. Falje edhe shpërblim shumë të madh. Po ka zonë pa limit. Shumë shpërblim të madh ka përgatit për ata. Me letë Allah të edhe disa derse për do kështu përgatitje me thonë, me ditë se çka po flasim, çka po thojmë, edhe cili është efekti i dhikrit caktuar, para se me ardhte konkretisht me fillu me dhikre, disa derse do t'jenë kështu për me ditë vlerën e dhikrit, po e përfundoj personte me hadithin, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Tirmidhiu transmeton Albani ibn Sahih hadithin, emër Allah Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimat, ya'malu bihin, ya'mur bani Israil ya'malu bihin. E ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala Jahjan birën e Zekerias me 5 fjalë, 5 gjana, 5 urdhra. Ya'malu bihin, vetë me punu me ato, e ya'mure, me urdhëru ben Israil me punu me ato 5 fjalë. Te zaku i tij Isa alayhis salam po i thot, se ka tregu tina s'kam ka urdhëru Allahu. Tash Isa po i thot, apo ju tregon urdhrin apo ju tregoj unë? Tash ka po pret, hajde, Allah të ka urdhnu. Nëse se bon t'une të boj. E ja la, thot ja, e khaf, tutna. E jukhsef e bin, ose ty talo ti me bo. Tutna se shafit e më gëllti toka. Më dënon. E u ja adhibeni adhabin shedida, ose më dënon me një dënim të madh. Pro, Allah mu më ka urdhru, e ti me kry, ja, s'pon. Kjo është për mu, unë e duhet. Mas pare vetë me punu, pasaj tjertë. Kure të regojnë këtë hadith, shpifja e madhe duhet me cek, shpifja e madhe. Gënishtër e madhe është me thonë, ndëgjoja fjallë hoxhës mos ja këqyr punë. E se janë ndëgjoja fjallë punë t'ja këqyri. Nuk ka punë si demushi, fjallë si demushi punë si kërkushi. Nuk është kjo një, nuk ka kështu në islam. Kjo nuk ekziston. Haroj ato. Ja vledhina amenu, lima taqulu ma la tef'alun, kebure maktan inda Allah taqulu ma la tef'alun. O ju besimtar, këj tash po i përfshin, o ju besimtar, pse po e thune ato çka se punoni? Shumë kebure maktan, shumë e madhe është, perit Allah, shumë e urrejtun është Allah, me thonë ato çka se punon. Jo, nuk e donë Allah. E urrejtun, shumë e urrejtun, kebure maktan, kebir madh, i madh, kebure. Si superlativ, shumë e madhe është ajo, me fol ato çka se punon. Për shka ke ka thonë, ja, kjo punë për mu është, dhe ka të bu me zdja kësa, ka dha blak i madh, edhe për 5 urdhra, për 5 fjallë, ka dhonë shembuj madhështor. I pari është shirku, namazi, agjerimi, sadakaja edhe dhikri. Vetëm për përmendit parin, masi veç u përmend hadithi, edhe për shka kem temë për dhikr, të 5. Për shirk, thot paramendo një njeri i cili e ka biznisin e vet, e ka punën e vet. Edhe ka marrë një punëtor. Me pak. Ka thonë kjo është lokali jam, kjo është malli jam. Kur shkon në akşam me marr pazarin, ky ja ka thonë te kujna pazarin. Men radje minkum bidhalik. Kur është i kënaqur për ju me një njeri të tillë, me një punëtor. Malli jam, lokali jam,
Ti punëtori jam, unë të kom marrë në punë, unë po të moj me rrugë, tash ti pazon po jap të tërkujna. Krasimi, a sheqare po shihet. Allahu na ka kriju, Allahu na furnizon, ta shkon i bën ibadet të tërkujna. A ka logjik? Ai tjetër, as ka kriju, as nuk të furnizon, qysh me bo atina? Qysh tash me dhon pazarin të tërkujna. Krejt tranohen. Je normal ti. Qysh e pazarin të tërkujna. Ai vet i bën ibadet të tërkujna. Po kjo e jote është shumë e madhe, shumë e rëndë është kjo. E pesta dhikri, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po i përcjell fjalët e Jahjas. Jahja po i thot. Para mendo një njeri kamet pa frym. Kulminacionin e ka rrit friga. Pse armiku me armë dorë po e njek. Këtë para mendo tash qysh ik. Nuk ka gjykim, nuk ka me thonë pse bre ti bone kështu, si të nxen me në ekzekuton, me në remyt, me nërë. Është i vedishëm. Para mendo qysh ik kë. Tash tu e ik, vrap tu e ik, tu e ik para vetes po del një, po e shen një fortifikat, një kala, me bedema trasha. I sigurt, 100% i sigurt. Po hinë mrana, po mbyllet, po strehot, qfar gëzimi ka tash, qfar strehimi. Shpëtova. Kështu thot është dhikri prej shejtanit. Hinë dhikër, u mbrojte. Nuk ka të mbrojtje prej shejtanit vetëm se dhikri. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi wa sallam Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.